Konkurrentja e Big Brother VIP për Kosova 3, Leila, ka ndarë një histori prekse me publikun dhe banorët e tjerë gjatë një bisede intime me vëllain e madh. Gjatë këtij momenti emocional, ajo foli për sfidat e thella që e kanë shoqëruar që nga fëmijëria e hershme. Leila rrëfeu se nëna e saj, pas lindjes së saj, kishte përjetuar një trishtim të thellë thjesht sepse priste të lindte një djalë. Pas lindjes sime, nëna ime qau për ditë të tëra. Ajo nuk mund ta pranonte faktin që nuk isha djalë, tregoi Leila me një zë të dridhur. Ky detaj tronditës reflekton realitetin e dhimbshëm të paragjykimeve që shumë vajza dhe gra hasin në shoqëri të ndryshme. Duke prekur thellë publikun, por rrëfimi i saj nuk përfundoi këtu. Leila gjithashtu zbuloi se kishte pasur një marrëdhënie të ftohtë dhe të largët me baban e saj. Deri në moshën 5 vjeçare, e kam parë babain vetëm 2 ose 3 herë, pasi ai jetonte dhe punonte në Itali, shtoi ajo, duke e bërë situatën e saj familjare edhe më prekse.